politik të këtyre dy zotrive që kam në studio. Flasim çik për këtë pjesën ku se na duhet. Një nga detajet që ka zbardhur sot Elvi Fundo në portalin e tij CNA ishte pikërisht redaktori. Kush është redaktori? Në audiopërgjimet që janë kapur ambientale, thonë tani, nuk e di sa janë ambientale apo janë të regjistruara. Këtu do marrin vesh pas pak ditësh kur dali vendimi. Pritet dalin nga çasti në çast në fakt gjithë skripti i audiopërgjimeve të Erion Velis që ka punë me vllajën, me gruan e tij në telefon nga Burgu diku në muajin shkurt. Kjo është një, se thuash, një ngarkesë tjetër që e bëri atë Erald, e bëri atë që të qëndronte, të vazhdonte masa e arrestit me Burg, vetëm 2 ditë më parë. Diem duket ta parë dia kur ishte. Tani koha është, por është një personazh që nuk ka emër. Erion Veliaj sipas dosjes thekson të kaloj nga redaktori, pra kur je porosit, thot kaloj nga redaktori. Problemi është që ne ende nuk e dimë se kush është redaktori. Tani sipas jush, edhe për ta shtesionuar pak situatën, duket qesharake në fakt shumë serioze. Kush mund të jetë redaktori Alind, po e fillojnë nga ty? Pra ai thot për shembull që kaloni te Top Kanali, përmend personazhe e Top Kanalit, ose ai e kaluat porosin, thot për Merobazën, pastaj e kaluat porosin për Carlo Bolino te raporti. Janë disa media që përmenden atje në fakt, te audiopërgjimi, në fund thot redaktori. Ishte vetëm një fjalë që nuk ka një emër mbrapa. Tani sigurisht të gjithë na shkon mendja te Edi Rama. Po përveç Edi Ramës, mund të jetë dikush tjetër redaktori? Tani unë jam njeriu më i papërshtatshëm në Shqipëri kur vjen puna te thasha theme. As marr vesh fare. Po as ja kam iden këtyre kulisave. Po kjo nuk është thashë them. Jo, dakor. Ky është audiopërgjim. Kuptoj se kush është redaktori, pra nuk është i një komunikimet e brendshme. Më shumë thjesht për të mbajtur pak bisedën gjallë. Ajo që mua më bë përshtypje për keq është fakti që një pjesë e konsiderueshme e mediave vjen në rresht dhe agjenda e tyre redaksionale përcaktohet nga Burgu, më kupton? Pra një njeri i burgosur, një njeri i cili akuzohet për vepra shumë të rënda korruptive, ka ende pushtet, dhe vetëm pushtet politik, sepse vazhdon të jetë kryetari i Bashkisë Tiranës de jure, por edhe pushtet shumë të madh mediatik. Pra një njeri nga Burgu, unë kam bërë një paralelizëm me organizatat mafioze, që kur bie kryetari i organizatës mafioze në Burg, nuk është se e humb pushtetin, vazhdon të komandojë nga Burgu. Edhe këtu kemi një personazh politik që nga Burgu vazhdon të luaj fijet, edhe jo vetëm kërcënon e kanos prokuror gjykatës, po edhe organizon një fushat mediatike për baltse, edhe në jetën personale të tyre funksionarëve të shtetit. Ajo çfarë edhe ta neverit më shumë situatën është fakti që ka drejtues televizionesh, ka gazetar që bën pjesë e kësaj gjëje. Më kupton? Se nuk është se sulmet ndaj prokurorëve dhe gjykatësve kanë ardhur vetëm nga zyra e shtupit e Partisë Socialiste. Se mund të thuash dakord, ajo parti identifikohet me të, le t'i shaj prokurorët. Po kur vjen nga gazetar me emër, nga redaksi, nga televizione, kombëtare, gjysmë kombëtare, çere kombëtare, kështu me radhë, dhe janë të gjitha në unison, unë shtroj pyetjen e para ku ka përfunduar gazetaria, e dyta a kanë më turp këta njerëz apo jo. Pra ka një sens, një minimum etike gazetarie. Në këtë pyetje unë do të bëj një pyetje tjetër. Po ta filloj nga Kapri për kaluar prapë te ty. Kapri, kjo që thot Arlindi sigurisht që ka logjik molla. Si ka mundësi që të jesh në këtë zanat dhe se thuash të bësh të gjë është anti-zanatit fatikisht, është merr në qafë zanatin, të jetë në herë. Problemi është ky, Kapri, le të jemi sinqert vëlla. Sikur të vijmë për shembull ku di unë kot po them, një fushat që duhet të bëjë për të mbrojtur e vet, përveç parave të inshiratorëve që kanë marrë të gjitha, sepse kjo dihet, ka dalë me dokumenta, domethënë parave reklamave që kanë marrë. Sepse që këtu fillon, Arlind, mos e harrojmë. Unë besoj që nuk janë vetëm paratë inshiratorëve, janë edhe paratë të tjera që janë dhënë. Po është një alancë e gjë pra bën. Prit, jo ta mbaroj më shumë për publikun, se ti e di. Paratë tjera për shkak që janë dhënë dhe ato me bank nga vllai i Erion Velis. Dakor që jepte reklama, sepse ai kishte kompani që jepte reklama, por nuk është se janë dhënë fshehur azi. Tani pyetja është vëlla, si mos tundohesh drejtari? Pra, vure vetën në vend të një gazetari i cili merr kaq lek. Do thuash ti Arian, këtu ka marr kanali. Jo, unë them që ka marrë dhe gazetarët vet. Ka gazetarë që kanë marrë shumë para. Tani pyetja është, Arlind, humani jemi pra. Humanët janë të dobët nga natyra. Janë qenie të dobta. Po janë qenie që nuk mund t'i thonë dot jo çdo lloj vesi. Thelbi nuk. Tani, pyetja, po jo, po nuk e di që s'është Thelbi këtu, po t'japim përgjigje kësaj. Pra, a duhen paragjykuar humanët e shkretë të cilët para një tufe të madhe parash, Arlind? Bën një shërbim. Është kaq e thjeshtë, pa mund të jap përgjigje kësaj. Por realisht po ta them. Por edhe mua po të vim, më thon ke 500.000 euro valla. Dakor. Do të ndosh, Si më nuk do të ndosh, Arlind, 500.000 euro, por nuk do të ndosh. Po përgjigje e Arlindit para si. O Kapri, nuk do të ndoj 500.000 euro, mora 500,
Çani nuk nuk 250 janë. Nuk shtrohet kjo çështja kështu. Çdo njeri nga këta skamarlek do vetë pse s'kan harmuar. Provat që kanë nxjerrë Spaku ka disa lajme të tjera. Para njerë faktojnë gjithë të sistemin që i përmende, se ne dinim të sistemin. Por këto prova faktojnë pikërisht të sistemin, se si politika dhe media janë bashkë, ndajnë interesa financiare dhe ishte bërë njëri tjetër. Kjo ishte prova, po. Kjo është provë. Kjo është prova, se të gjithë e dinin. Gjithë e dinin, ose gjithë e thoshin si thashë them, tashmë e keme me provë, madje edhe nga burgu. Një detaj tjetër interesant është që edhe guximi i prokurorëve që shkojnë deri në qilinë e burgut ta përgjojnë. Pse ne e dim që praktikisht kur je në burg, mund të vazhdosh aktivitetin sërish. E bëjnë krerët e bandave dhe burgjet janë kthyer si han pa porta, ku secili shkon takon atë që do në çdo orar të ditës dhe ne dim që Erion Velia ka takuar kë ka dashur në burg dhe e po shikojmë që ka dhënë urdhra dhe ka bërë çfarë ka dashur shefi. Por guximi i prokurorëve që të shkojë deri këtu që t'i bëjë dhe përgjim ambiental, pse jo edhe telefonik dhe duke nxjerrë këto detaje, është për t'u lavdëruar dhe në fakt tregojnë edhe një gjë tjetër që kemi të bëjmë me një personazh i cili jo vetëm që ka perënduar nga pikpamja politike, por mendoj që me këtë aktivitetin e tij të sulmeve, po i bën një nder, po them njerëzve në opozit, po dhe sigurisht po i bën gropën Edi Ramës dhe maxhrancës. Unë shpresoj që të paktën me këtë çështje Spaku të shkojë deri në fund dhe gjykata gjithashtu. Vendimi i fundit praktikisht e varrosi përfundimisht karrierën politike të Erion Veliet, ose të kishim një iluzion më përpara, por thelbi është ky, që redaktori i cili është Spaku po mund të jetë kushdo. Po unë mendoj që mund të jetë redaktori kushdo. Gjithmonë ka një shef të shefave përpara. Gjithmonë është nëse nuk është Edi Rama, mund të jetë, bro. Nuk besoj se kush redaktori, mbi Erion Velin kush ishte më tani, se kjo është çudi e madhe. Mund të jetë Edi Rama, sepse ne dimë që Rama ka nerva të merret me tekstet më burg të gazetarëve. Se kjo është çudi e madhe. Mund të jetë njëri afër Ramës. Ne dimë që Rama ka njerëz afër tij që merret. Fuga i bie, ai merret me median. Ndoshta një tjetër, s'ka rëndësi. Por si logjika i bie. Ne dimë që gjatë asaj periudhe që Velia ka qenë nën arrest, Rama ka luajtur me dy porta. Çon njerëz të protestojnë dhunshëm përpara prokurisë, duke kërcënuar hapur ata, më pas bën sikur i kundërshton ata, jep urdhra gjithë deputetëve të dalin në mbrojtje të Erion Veliet, pastaj nxjerr në një mesazh sikur deputetët nuk kanë bërë mirë, sepse ka luajtur duke parë sondazhet që mbi 70% e njerëzve në Shqipëri kanë miratuar arrestimin e Veliet. Dhe në këto kushte, thjesht mendoj që kemi të bëjmë thjesht me një përpëlitje të Erion Veliet që nuk do të çojë gjykundë, mendoj unë. Thjesht ai zbulon veten e vet siç ka qenë, po kësaj radhe me prova. Pra kësaj radhe kemi prova. Nëse kemi pasur një sistem në thashë them, tashmë kemi të provuar. Arlind, sipas teje, në qoftë se Erion Velia vazhdon këtë luftë, edhe i pa shpresë, që thonë shumë njerëz thonë i pa shpresë sepse nuk ka çfarë bën Doria atje, tani e kanë kapur, nuk e lënë mend këtej. Ti thua, nuk ka asnjë shans ai njeriu të rehabilitohet politikisht dhe një ditë bëhet kryeminist, sepse ëndra e tij në fakt ajo ka qenë. Dhe mund të jetë akoma. Që në momentin që ai është thirrur nga Spaku, jo është arrestuar, por është thirrur nga Spaku. Që u thirr 2 herë, po. Unë kam thënë publikisht që karriera e tij politike ka marrë fund. Është vetëm çështje kohe kur do të bjerë komplet nga fiku. Ti thua nuk ka të drejtë njeriu të rehabilitohet, thua ti. Po më shko edhe një herë. Jo, pyetje do bëj tani. Ne kemi dhe një listë të dekriminalizimit që të ndalon kur dënohesh e kështu me radhë, duke di cila është periudha e rehabilitimit, mirë po mos harro diçka, politika ka shumë rëndësi. Varet nga vepra penale. Politika ka shumë rëndësi reputacioni që kemi. Edhe një njeri i dënuar për korrupsion, i jetuar dhe dënuar për korrupsion, ka marrë fund politikisht. Është një patate shumë e nxehtë për çfarë do lloj partie, domethënë, edhe për Partinë Socialiste. Tani Erion Velia ndoshta ka një minimum shansi për të dalë me sa më pak pasoja, po nuk duhet të them që shpëton fare. Qofse ai, po themi, kërcënon Ramën që unë do të tregoj edhe për ty. Dhe kjo ndoshta mund ta fusë Edi Ramën në një aventurë shumë të rrezikshme që të hyjë pastaj kokë këmbë, të shkatërroj Spakun e gjithçka tjetër, por edhe për ta bërë këtë do i duhet Sali Berisha. Pra, edhe për ndryshuar kuadrin ligjor të reformës për drejtësi, do i duhen deputetët e Sali Berishës. Ky është i vetmi shans që Erion Velia, s'po them dal nga burgu, po të marrë, ku diun, minimumin e asaj që meriton të marrë si ndëshkim. Gjithsesi, ti pyete pak më herët dhe më grishi ajo që the, kur the që
t'japin 500.000 euro, 600.000 Ore, euro. ato duhet të ndohesh apo jo, më kjo është pyetja. E parë nuk jam unë njeriu i përshtatshëm për ta bërë këtë pyetje, se unë jam allasoj në këtu kuptimin që Jo, unë e di që ti do ishe, po, ti je shumë i vështirë për ta thënë këtë gjë, po. Mua më duket shumë e çuditshme si mundet njeriu të shitet. Por, mendoj edhe këtë tjetrën. Shiko, kur ti je gazetar, është si puna e mjekut. Ti ke marrë një certifikat mjekësore dhe ke një reputacion në raport me publikun. Qartë. Kur të vjen pacientit e ty, vjen sepse beson te ti. Qofse ti në vend të ilaçit ti jep helm, ti e ke trastuar atë. Qartë. Një lloj me gazetarin. Sa kohë ti je gazetar, je një figurë publike. Ke krijuar një raport besimi me qytetarët. Qytetarët besojnë se supozojnë të paktën që ti po thua të vërtetën, ose që mund ta kesh gabim, por është gabim i pafajshëm. Kesh kuptim. Pra nuk është gënjeshtër e hapët. Momentin që ti e ke ndërtuar këtë raport besimi me qytetarët dhe pastaj e shet veten, por e shet veten si ti je në pazarin e gjës gjallë, atëherë ti ke trastuar ata njerëz. Po si mund të jesh ti gazetar? Po këta njerëz do vazhdojnë prapë të mbijetojnë. Si mbijetojnë. gazetar pra. Po mi më dakord, në këtë vend ka shumë padrejtësi, mund mbijetojnë në vëmendje publike sa duash. Pra është detyra jonë që ta ngrem zërin, themi këta njerëz nuk mund të jenë gazetar. Tani sigurisht unë nuk jam gazetar. Mbase nuk takon mua ta them. Që duhet ta thonin kolegët. Komuniteti po ti i bashkuar. Shoqata dhe kështu me radhë thoshin këta nuk janë gazetar, sepse nëse ty të dikton një politikan i paraburgosur për korrupsion, të dikton temën që do trajtosh dhe çfarë do thuash, po ti nuk je më gazetar. As ai nuk është më televizion, më kupton? Mund të jetë çfarë lloj gjëje. Sulme ndaj njërit ndaj tjetrit, e kupton? Dhe po ta shohësh, mënyra si janë sulmuar prokurori dhe gjykatësi është jashtëzakonisht e ulët, kupton? U kanë hyrë në aspekte tjetës personale. Është penale, jo thjesht ulët. Çfarë nuk është bërë? Edhe ky ishte rënë sot, ky Zeiri prapë se edhe Iliri dilte tek këto. Jo vetëm, tani. Ishte rënë tek këtij Engertit, më thoshte një njerëz me një pamje të çuditshme. Bullizim. E lexova te kjo Lola Albania, te Lolita, po që ka Lola Albania dhe më thoshte një bullizim i paparë valla. Kishte me një pamje të çuditshme. Sepse Engerti me sa duket është pak i shkurtër, a ku diun se çfarë. Po s'ka rëndësi, mund të ketë ishte marrë me pamje, nuk e di apo. Një problem fizik, po kjo nuk do të thotë që duhet ta bësh. I Zoti, ti ç'është marrë me syzet e tua këy më. Kur i Zoti i atij gazetarit e Tiranës merret me syzet me gruan e njerëzve. Kupton, se kanë probleme burrë. Kanë asnjë lloj etike. Kanë asnjë lloj etike. Ka dhe diçka çane. Sepse është folur shpesh, sa herë që në një njerëz i afërt i Tiranës kohë të fundit është peshkuar nga Spaku, pra nga Ahmeta, Samir Tahiri më herët, tani Veliaj, gjithmonë ka ekzistuar dëshira që të bëhet i penduar i drejtësisë dhe të tregoj mëkatet e Ramës. Dhe tani nuk ka ndodhur. Kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur për një arsye, sepse të gjithë këta e kanë dashur Ramën, e kanë kërkuar Ramën për mbrojtje politike dhe vazhdojnë të servilosen atje politikisht, sepse kërkojnë mbrojtje politike nga ai. Tek tuk Ahmeta mund të ketë guxuar diçka më tepër, po dhe ai nuk ka thënë gjëra thelbësore, ose më tepër ka kërcënuar se sa është kthyer në një lloj pendito i drejtësisë. Po pse s'bëhen thua ti? Nuk bëhen sepse është dikush që i shantazhon dhe i thotë kujdes. Po sepse Rama është akoma i pushtetshëm, pra e din që Rama me pushtetin që ka mund ndikojë që t'i shpëtojë sa të mundet. Dhe thelbi kjo është. A ti thua kanë shpresë të i shpëtojë ky? Po patjetër. Jo. Po patjetër. Mendoj mos është tjetra. Cila është tjetra? Që i shkojnë atje dhe i thonë, po fole vëlla, mos harro, nuk ke vetëm ti, ke edhe njerëz të familjes. Jo, s'ka ndodhur asnjëherë kjo, nuk është vetëm kjo. Ata thua që nuk shantazhojnë këta për mos folur. I tremben pushtetit të Edi Ramës, çani, nuk kanë guxim ata të guxojnë Edi Ramën. Po pikërisht me këtë po them. S'kan guxim ta kërcënojnë Ramën. Dhe për sa kohë që Rama është i pacënueshëm, se mos politikisht dhe me pushtetin që ka, që kontrollon ende fijet fuqishme, mediatike, politike, ekonomike, financiare, ata ka nevojë për mbrojtjen e tij, sidomos pjesën underground. Kam një pyetje për të dy, edhe pse do flasim pas pak për pjesën politike që ju takon juve dhe për zgjedhjet dhe ç'a jeni duke bërë, ç'a po ndodh. Si ka mundësi që pas sa ngjarje, duhet të thonë është ngjarje për të parë Spaku kap njërin detyra, apo merr në zyrë dhe arreston. Edhe për Gjonden Qelim atë. Ja, pra për Gjonden. Dakor. Si ka mundësi Arlind, e njëjta pyetje është edhe për Erardin, po filloj nga ty, si ka mundësi që pas kësaj që ndodhi normalisht, ka një rënje të vogël në sondazhe ky Partia Socialiste, pra Rilindja ose Zoti Rama, ka një rënje të vogël, por prapë është i pari. Këtë ma shpjegon dot? Është çështje sondazhi? Apo problemi është që korrupsioni në Shqipëri nuk shitet si problem? Do doj kohën e vet. Kjo është pyetja ime. Në vende si Shqipëria, gjysmë autoritariste dhe në rrugë drejt autoritarizmit, është shumë e vështirë të bësh sondazhe. Çdo të bësh sondazh, që dikush do të marrë telefon ose do i bjerë derës tënde dhe të thotë, më thuaj preferencën tënde politike. Qartë. Tani, ai që hap derën ka gjithmonë një dyshim ose frikë se personi që po më pyet mua nuk po bën vërtet sondazh. Po, patjetër. Po kupton? Edhe të dhënat e mia, sado i përgatitur të jetë personi që po më pyet, kush e di ku shkojnë.
është një nivel i jashtëzakonshëm mosbesimi dhe frike. Dhe frike, thua ti. Dhe mund ta them që siç është sot nuk ka qenë kurrë më parë. Më parë njerëzit kanë pas frikë ndoshta se të rrihnin, madje të vrisnin në të rrallë. E vërtet është kjo. Por numri personave që kanë pasur frikë ka qenë më i vogël. Sot numri personave që kanë frikë të shfaqen publikisht është shumë herë më i madh, sepse është sofistikuar procesi i ndëshkimit. Qoftë dhe të vogël. Ti ke një dyqan të vogël, të vinë ta mbyllin. Ti ke një punë ose ke një tafërmin të ngusht në punë shtetit, ven e kërcënojnë. Ti merr ndihmë ekonomike, të vinë të thotë muajin tjetër mund mos e marrësh fare. Pra, në këto kushte, kur dikush pyet qytetarin e thjesht për ko do votosh, unë besoj që një pjesë atyre që kanë thënë PS-n, nuk do votojnë PS-n. Dhe unë do të marr disa shembuj që i kam tjetës time të përditshme, dhe të lutem më beso se nuk t'i vërtetoj dot, nuk kam një mënyrë për t'i vërtetuar, por do t'i them. Mua më ka ndodhur disa herë në rrugë ose në kafene që më flet dikush, e po ta them një për historive. Më drejtohet njëri dhe më thot, unë jam patronazhist, më thot. Po mirë, çdo me mua. Qosh në shtet. Që e patronaj. Po tha, unë jam patronazhista, po unë do votoj për ty. Po thash, ka i gjë që nuk shkon, si patronazhist do votosh për mua. Po tha, unë jam patronazhist sepse i me shoh që punon administratën publike dhe më kanë detyruar, më kanë bërë përgjegjësin e kutisë votimit, më tha një numër. Më kupton? Po unë i urrej këta tha. Unë i urrej. Dhe unë shoh te ti alternativë. Sigurisht këtë gjë thot, ta them ty edhe s'ka për dalë askumb. Por unë në kutinë e votimit ka për të bërë ndryshe. Tani, ka shumë njerëz nga ata që thonë do votoj PS-n, që janë detyruar ta thonë këtë gjë sepse nuk kanë besim se ai që po i pyet do e ruaj sekretin e përgjigjes tyre, por unë kam përshtypjen që në kutinë e votimit situata ka përqenë shumë ndryshe. E kuptova, po vetëm se kam sjarim para se përgjigjet e Raldi për të njëjtën pyetje. Si shpjegohet që këto sondazhet, le të themi sondazhet e Euronewsit qëllojnë të sakta në votim. Qëllojnë sakta në votim. Atëre nuk qëllojnë, t'japun shembullin. Sondazhi më i mirë, bëhen sipas sondazheve. Sondazhi më i mirë për zgjedhjet 2023-shit për mua si kandidat për kryetar bashkie më nxirrte 2.3 ose 2.4%. I bër 5-6 ditë para zgjedhjeve. Unë kam marr 4.8%. Në rastin e lëvizjes bashkë, gabueshmëria ka qenë gjysmë për gjysmë. Më kupton? Pse ndodh kjo? Pikërisht sepse ai që voton për lëvizjen bashkë, besoj unë, e ka një merak kur dikush i troket. Sepse nuk është si elektorati partive të vjetra që njihen, le të themi, historikisht, kush voton për këtë parti apo kush voton për atë parti. Pra në Shqipëri ka një nivel shumë të lartë mosbesimi. Do flasim për atë, po su përgjigje pyetjes. Po su përgjigje pyetjes. Ja të përgjigje mund. Jo, ja ta mbaroj, ta shteroj Arlindi, vetëm një sekond ka, se kemi kohë. Si përgjigje pyetjes. Normalisht për te këtyre që the ti, që kanë frikë, që nuk kanë besime të gjitha këto. Normalisht të duke normalisht tabela shikohet tabelën si e ke. Pas kësaj që ndodhi, normalisht do të kishte një rënje totale, do të kishte një përmbysje, këtu s'ka përmbysje më. Një shoqëri sigurisht ideale që s'ekziston askund, dhe s'ka për të ekzistuar askund as në Shqipëri as tjetërkund, do mjaftonte një aferë e rëndësishme korruptive dhe partia do merrte fund. Ose do zhduk të gjithë elitën e vet drejtuese e do reformohej. Tani sigurisht, këtë gjë ne nuk mund ta presim që të ndodh brenda ditës. Ama korrupsioni, a është vërtet një kartë që kanë ndjesi në popull? Sigurisht, a thua që ka? Është thelbi. Sigurisht që ka, por nuk ja erdha ka pritet ty. Sepse nuk duhet harruar diçka. Ti nuk mund të thuash thjesht ata po vjedhin. Ti duhet vërtetosh që vetë nuk do vjedhësh. Duhet tregosh përmes përvojës tënde politike dhe historike që ti nuk je si ata. Por jo vetëm kaq. Duhet tregosh që ti ke dhe kapacitetin politik për drejtuar. Pra, nuk mjafton të thuash thjesht nuk jam hajdut, po pastaj nuk kam asnjë program, asnjë ide, asnjë kapacitet qeverisës. Te fundja njerëzit thonë, qofse duhet zgjedhur midis një hajduti dhe një inkompetenti fare, është vështirë të zgjedhësh. Më mirë zgjedhën hajdut. Por nuk e di. Patë po them. Është detyra e gjithkujt që i kundërvjet këtij sistemi, që ku jap më shumë besim qytetarëve. Te vetja tyre në radh parë, që nëpërmjet votës dhe veprimit mund të ndryshojnë gjërat, te njëri tjetri, pra që bashkëqytetari yt është njëri që ka të njëjtat halle, të njëjtat aspirata me ty, e pastaj te partia politike që kërkon ti përfaqësoj ata. Faleminderit Arlind. Dgjoj. A ta lëm këtë pyetje apo ta ndrojmë? Po futemi te pjesa. Po jap këtë përgjigjen. Je përgjigjen e kësaj, që ta heq këtë pyetje nga ekrani të bëj një pyetje tjetër. Sondazhi i fundit tregoi që Rama ka një rënje. Ka një 10 pikë rënje më duket. Dhe ndikimi ja ishte 10 apo jo? Dhe ndikimi i Spakut dhe arrestimi i Veliajt ka pasur një ndikim të zakonshëm në politikë. Sa ishte Rama rënje? 4 pikë? Po. Dakor. Nuk është pak, edhe mos kur jemi para zgjedhjeve. Kishte një rritje Berisha më duket? Jo, prit pak, çani. Thelbi është ky, që ndikimi ishte kaq i madh, se Rama praktikisht
zboj mbi 8% të deputetëve të vetë, sepse e di që i ka kontingent për SPAK. Dhe ka mbushur listën me anonime dhe me njerëz që atë e konsiderojnë... Ka hapur që dhe ata janë për SPAK, që pritet në SPAK. Po, pasë të shtrydhi mirë si limon në zgjedhje, që ata të hidhen mirë të mbledhin vota maksimalisht, dhe këtë prapë nuk e kanë të garantuar, por thelbi është që sërish arrestimi Lojën Veliajt ka ndikuar. Tani, pse gjithë to skandale? Ka ndikuar 4 pikë pra. Po, që është prapë shumë mirë, sepse më përpara çfarëdo gjë që ndodhte nuk lëvizte. Kjo 4 pikë është një arritje, do ta vlerësojmë të gjë. Por ka diçka tjetër. Pse nuk kemi një rënje më të madhe pra? Po sepse kemi një sistem të ngritur, pra nuk është kollaj. Pra, pavarësisht skandaleve të mëdha që ka pasur, Rama ka ndikim të jashtëzakonshëm politik, mediatik, ekonomik, dhe të cilët ka një ndikim të jashtëzakonshëm në mbajtjen e lirë. Pra ti thua i vazhdon të jetë po aq i fuqishëm. Jo, nuk është më aq i fuqishëm. Nuk është më. Për të parë, ai po ndjehet se është i cënueshëm. Ka një organizat nga drejtësia të cilën nuk e kontrollon dot dhe që e ka kërcënuar hapur duke thënë mos guxoni të merrni telefonin tim. Dhe pastaj pushoi, vazhdon një javë dhe pushoi, tani s'flet më fare. Po pikërisht, pse se vazhdon atëre? Nuk e di, mos pak këto sondazhet që del SPAK-u shumë lart, del 8%. Edhe kjo është thelbi pra, disa gjëra po lëvizin. Tani, sondazhet tregojnë edhe një gjë tjetër, që kësaj radhe për të parë, të paktën 1 në 4 njerëz do votojnë për partitë e tjera, pra për partitë që nuk janë. Atëre vinte kjo pjesë. Dhe kjo është një lëvizje ose një gjë. Laset fabula tjetër në ekran, pyetje tjetër në ekran. Nuk e di është pyetje apo jo, por është një fabulë që duhet ta është aktualiteti politik shqipërisë.